Televizioni Art, në natën e ndërimit të motave, ka përgatitur emisione speciale festive me qëllim që për teleshikuesit të ofrojë një program të begatshëm dhe muzikë të gjitha zhanreve dhe për të gjitha moshat. Artistët më të mëdhej që vazhdojnë të jenë në skenën muzikore shqiptare kanë performuar në një incizim special që do të vi në transmetim në televizionin Art. Muzika do të jetë e shumë llojshme. Një falënderim special shkon për të gjithë artistët që kanë marrë pjesë dhe që kanë kontribuar me zërin dhe me këngët e tyre për të performuar në një natë shumë të rëndësishme siç është nata e vitit të ri. Kështu që muzika do të jetë e shumë llojshme, që nga ajo folklorike, popullore, por dhe argëtuese. Unë do të thoja më shumë për të gjithë moshat dhe një natë me muzikë shumë të mirë do të jetë jashtëzakonisht shumë e këndshme në një ambient familjar. Kështu që ju urojmë që sa më mirë të kaloni sepse surprizat nuk do të kenë fund në televizionin tonë. Në televizionin Art gjithashtu do të defilojnë edhe emisione tjera festive, fal bashkëpunimit me qendra tjera televizive shqipfolse. Por janë edhe disa surprizat të tjera, falë bashkëpunimit që kemi me Agon Channel nga Shqipëria, do të jetë emisioni special Kontrata, me mysafir special për natën e vitit të ri, si dhe emisioni surpriza jeti, gjithashtu falë një bashkëpunimit të shkëlqyer që kemi me Agon Channelin e Shqipërisë. Kështu që mendoj se kjo është një ftesë e mjaftueshme që ju të qëndroni pranë televizionit Art në natën e ndërimit të moteve, ku mund t'ju premtojmë vetëm se surprizat nuk do të mungojnë. Me qëllim që të jemi sa më afër teleshikuesve dhe për të plotësuar kërkesat e shumta që paraqiten kohëve të fundit, jemi munduar që këtë natë festive ta pasturojmë me programe dhe emisione të ndryshme. Këngë folklorike, popullore, zbavitëse dhe surpriza tjera do t'ju shoqërojnë në natën më të harreshme të vitit. Një ftesë mjaftueshme për të qëndruar me televizionin Art. Surprizat nuk do të mungojnë, gëzuar dhe na qofti begat viti 2016. Shikim të parë. Na ndiqni!